gëzuar një maj ku do që jeni shqiptar bashkëtetar në gjithë botën. Ju flas nga Tirana dhe më ndiqni deri në fund që të shikoni çfarë energji do kemi për ne shqiptarët në këtë muaj maj, sepse është një muaj shumë i fuqishëm. Për ata që s'më njohin, jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, mësuese trajnere e zgjimit dhe e zgjimit kolektiv dhe personal. Gjithashtu jam analistria e artës të kontratës të shpirtit me ditën e lindjes dhe shumë analiza me energjit. Gjithashtu jam krijuese akademisë të dritës me programe 21 ditore për të gjithë ju, për çfarëdo që ju shqetëson dhe që mund të punoni në shtëpitë tuaja në kohën tuaj. Le të shkojmë tani të marrim këto informacionet e jashtëzakonshme për muajin maj 2026. Muaji maj për Shqipërinë. Maji i vitit 2026 nuk është një muaj i zakonshëm. Është një muaj me 2 hëna të plota dhe një hënë të re në mes. Kjo do të thotë se kemi një cikël të plot transformimi, fillim, pastrim dhe rindërtim. Ky muaj maj nuk kalon thjesht, por do ketë një ndryshim të brendshëm të shoqërisë. Një maj që është hëna e plot në Akrep, kjo është një nga energjitë më të thella të vitit. Hëna në Akrep sjell gjithmonë të vërteta që dalin në dritë, emocione të forta, të fshehura, përballje me kontrollin dhe pushtetin, situata që nuk mbahen më në sipërfaqe. Në këtë periudhë, për një vend të ri si Shqipëria, energjia mund të ndihet në mënyrë shumë të qartë në jetën publike. Debate të forta do ndodhin, vendime që nuk mund të shtyhen më, ndjeshmëri sociale më e lartë dhe një nevojë kolektive për transparencë. Kjo hënë e plot flet shumë qartë. Ajo që është fshehur tani kërkohet të shihet. Në 16 maj, hëna e re që është në shenjën e demit. Pas intensitetit vjen qetësia. Hëna e re në dem sjell një frymarrje tjetër, stabilitet, ekonomi, tokë dhe siguri materiale, ndërtimi ngadalë por i qëndrueshëm. Kjo është një periudhë kur energjia ndryshon drejtim nga emocioni në praktikë, në nivel shoqëror dhe shtetëror. Kjo mund të ndahet si vendime për stabilitet ekonomik, fokus në zhvillim afatgjat, dëshirë për siguri dhe strukturë. Mesazhi i kësaj faze është: tani është koha të ndërtojmë, jo të reagojmë. Data 31 maj, hëna e plot në Shigjetar. Kjo është një energji e hapur, më e gjerë, më vizionare. Shigjetari lidhet me të ardhmen, jashtë shtetit, dijen dhe arsimin, zgjerimin dhe lëvizjen. Në këtë periudhë, energjia e Shqipërisë mund të jetë drejt kontrakteve ndërkombëtare, vendimeve për të ardhmen, hapjes të horizonteve të reja dhe pyetjes të madhe kolektive. Ku po shkojmë? Kjo hënë e plot sjell gjithmonë një ndjesi zgjerimi dhe drejtimi. Mesazhi i saj është: e ardhmja kërkon vendim dhe vision. Dhe këtu mund t'ju them që jam këtu me të gjitha metodat, po sidomos me sistemin përfaqësik transformues për të liruar plagët, vuajtjet dhe për të zgjedhur çdo problem të vogël ose të madh. Problemi më i madh është që ne duhet të mësojmë të qëndrojmë në vendin ton si fëmijë, si prind, si baba, si mama dhe të jemi në hierarkinë tonë, jo vetëm në familjen që u rritëm, por në familjet që krijuam, gjithashtu dhe në bizneset tona ose nëse jemi punëtor në këto biznese. Kjo është një nga plagët më të mëdha që kemi ne këtu në Shqipëri dhe kërkon shërim, sepse që këtu fillon shërimi. Duhet të jemi fëmija përpara prindërve tanë dhe jo të jemi ata që duam të ndihmojmë, të vejmë në vendin tonë, dhe të jemi prindër përpara fëmijëve tanë, jo të bëhemi fëmijë të fëmijëve, dhe e kundërta. Atëherë, vazhdojmë. Përmbledhja e majit, ky muaj ka një strukturë shumë të qartë energjetike. Një maj e vërteta del në dritë,
16 maj stabilizim dhe rindërtim, 31 maj hapje drejt së ardhmes. Pra nuk është një muaj kaotik, është një muaj transformimit të plot nga brenda jashtë. Mesazhi, nëse do të përmbledhim në një fjali të vetme të gjitha këto që tham, maj 2026 është muaj ku e vjetra mbyllet, e reja ndërtohet dhe ardhmja hapet. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe kush ka dëshirë të bëj artën e plotë të shpirtit vetëm e ditën e lindjes, që bëhet një herë në jetën tonë, mund të komunikoni tek telefoni 0030 699 321 46 37. Në të njëjtën kohë mund të kërkoni të bëni artën tuaj me një partnerin tuaj, me burrin tuaj, me fëmijët tuaj, me shokët, me shoqet, me nënën, me babain, dhe pse jeni gjendur pikërisht në këtë jetë me këta persona. Ndaç keni marrëdhënie të mira dhe në qoftë se nuk keni dhe marrëdhënie të mira, pse ju ndodhin këto? Mësoni, hapeni zëmrën, bëhuni të vetëdijshëm dhe filloni të bëni zgjedhjet tuaja dhe veproni, sepse vetëm kështu vjen ndryshimi. Ju dua shumë.